Si ushtar i mundi në luftë, e si polic në pace. Herën e fundit që Mirsad Kryeziu u përball me forcat paramilitare serbe ishte më 24 shtator të vitit 2023 në Banjsk. Grupi terrorist u mundua të ndaj pjesën veriore të Kosovës duke përdorur teknikat e njëjta ushtarake, të cilat për policin Kryeziu ishin krejt të njohura. Nga përvoja ime policore që unë punoj, tash 25 vjetë, dhe nga përvoja ime e luftës, i një mirë llojin e armatimit, për atë arsye po them se armet kanë qenë të kalibrave të ndryshme. Me aftësitë që i ka, ky mundua në çdo mënyrë që nga vendi i sulmit të largoj Afrim Bunjakun, kolegun që ju plagos rënd nga detonimet e të shtënat e serbëve në drejtim të tyre. Plaga më e madhe ti ishte në fund dhe kishte gjakderdhje të madhe. Ky u kujdes që as pajisjet e rreshterit të mos mbeten aty në duar të serbëve. Ka qenë vetëm se i plagosë rënd, ka ra dhe armë në tokë, radiolidhe ato i komari, kom futën në tur, dhe kam mbyll derën dhe më futën në tur dhe jam kthyer në drejtim të Mitrovicës që ta dërgoj në spital. Lajmi i keq ju kumtua pas disa minutave. Në të hyrë në spital, mjekët me informuan se Afrimi tashmë kishte ndruar. Polici po ashtu gjatë dëshmisë në gjykatë të mërkurën, kujtoi edhe momentin e fundit të takimit e koordinimit që e patën me kolegun, tash heroi i Kosovës. Më është afruar që në atë kohë unë nuk e njiha për shkak të uniformës edhe për shkak të mbulimit të gradave, tha, unë jam udhëhec i patrollës, atë ishte rreshter Afrim Bunjaku. Dhe i kërkova nga ai që të ma jep një polic nga grupi i tij dhe të shkojmë, të mundohemi të largojmë kamionet nga rrugë. Ky edhe ju përgjigj pyetjeve të avokatëve të akuzuarve, të cilët ishin kurioz të dinë tamam momentin e shpërthimit të parë. Në nder të kamionit nuk kam vrejtur asnjë diçka që më ndërlidhet me shpërthim. Ndonse e dëgjuan me shumë vëmendje, të akuzuarit Dušan Maksimović, Vladimir Tolić e Blagoje Spasojević nuk bën asnjë pyetje për policin e Kosovës. Kolegët e tjerë të këtij do të dëshmojnë edhe të njëjtën e të premten.